A ke menduar ndonjëherë se çfarë ndodh brenda trupit tënd kur sëmuresh? Është si një betejë e vogël e padukshme që zhvillohet nën lëkurë. Do ta shqyrtojmë këtë proces hap pas hapi. Imagjino trupi yt si një qytet i madh, i zurmshëm dhe i gjallë. Shumë herë gjithçka funksionon mirë, por ndonjëherë mysafirë të paftuar përpiqen të hyjnë. Këta janë organizma të vegjël, patogjenë, mikrobet, bakterie, mikrobet, viruse. Ata janë kudo mbi sipërfaqe që prekim, dhe madje në ajrin që marrim. Qëllimi i tyre, mbijetesë dhe riprodhim. Si kalojnë muret e qytetit tënd, trupi yt ka mbrojtje të forta nga jashtë. Lëkura, muri fort me tulla. Por muret mund të kenë hapje të vogla, një prerje, një gërvishtje, një pikim i vogël nga një insekt, të tjerë hyrje natyrore, goje, hund, sy. Mikrobet mund të ngiten në ushqim, në ujë, në ajër që thithim. Shembull i thjesht, një prerje e vogël nga një letër në gjisht. 3. Bakterie hyjnë nga prerja drejt gjakut. Miliona baktere që ishin mbi lëkurë hyjnë brenda, dikush teshtin, piklla të vogla me grimca virale në ajër. Nëse i thithësh, viruset ngiten në hund dhe fyt. Sapo ato mikrobet e padëshiruara hyjnë brenda, sistemi alarmues i trupit tënd ndizet. Kjo rresht e parë mbrojtëse quhet sistemi imunitar i lindur. Fjala e lindur do të thotë që e keqe nga lindja. Është një forcë mbrojtëse e përgjithshme, jo e specifikuar, që gjithmonë patrullon, gati për të luftuar çdo pushtues që gjen. Nuk duhet të di llojin e saktë të mikrobit, thjesht kupton që diçka është aty që nuk duhet të jetë. Mendo për ta si policët e parë që vinë në vendngjarje. Ata janë të shpejtë, të gatshëm dhe veprojnë menjëherë për të kontrolluar situatën. Janë luftëtarët e parë të botës tënde të brendshme. Një nga lojtarët kryesorë në këtë ekip filestar janë qelizat e veçanta të bardha të gjakut, neutrofile. Mund t'i mendosh neutrofilet si ushtarët këmbësor të guximshëm. Zakonisht janë të parët që mbërrijnë në vendin e infeksionit, të tërhequr nga sinjalet kimike. Kur vinë, kanë një mision kryesor, të hanë pushtuesit. Ky proces quhet fagocitozë. Një neutrofil rrethon një bakter e gëlltit dhe pastaj e shkatëron me kimikate të fuqishme. Është një mision heroik, por shpesh vetë vrasës për neutrofilin. Pas tyre vinë makrofaget e fuqishëm. Makro i madh, fage gjëlltitës. Janë më të mëdhenj, jetojnë më gjatë dhe mund të gëlltisin më shumë patogjen. Pastrimi i mbetjeve dhe qelizave të vdekura. Si ekipi i pastrimit të rënd. E rëndësishme, pasi një makrofag ha një mikrob, ai shfaq copa të vogla të pushtuesit në sipërfaqen e vet, si një trofe për t'u treguar qelizave të tjera imunitare. Ky sistem i lindur ndallon shumicën e infeksioneve para se të fillojnë. Çdo ditë trupi yt lufton mijëra pushtues pa e ditur, lëkurës, mukoza në hund, mukoza në fyt, aciditeti në stomak. Këto sisteme punojnë së bashku, si një makineri e mirë e veshur me vaj, për të mbajtur qytetin e trupit tënd të sigurt. Ndonjëherë, pushtimi filestar është shumë i madh për t'u përballur vetëm nga përgjigjësit e parë. Kur këtë ndodh, duhet të thirret ndihma dhe të krijohet një mjedis që i ndihmon ata të luftojnë më mirë. Këtu hyn inflamacioni. E ke parë padyshim më parë. Është kuqësimi, ëntja, qehtësia, dhimbja që ndjen rreth një prerjeje ose infeksioni. Edhe pse mund të ndihesh keq, inflamacioni është një shenjë shumë e rëndësishme dhe e dobishme që sistemi imunitar po punon fort. Makrofaget që patrullojnë, qelizat e tjera, kur gjejnë një infeksion, lëshojnë mesazhe kimike që quhen citokina. Këto sinjale përhapen nëpër indet përreth dhe nëpër gjak, si një transmetim emergjence. Këto alarme kimike kanë disa efekte të rëndësishme. Së pari, bëjnë që enët e vogla të gjakut pranë zonës së infeksionit të zgjerohen. Kjo rrit qarkullimin e gjakut në vend, prandaj një zonë e infektuar duket e kuqëremt dhe shumë herë ndjehet e ngrohtë. Mendo si hapja e të gjitha autostradave që çojnë në zonën e betejës. Ky rrjedhje më i madh i gjakut sjell më shumë qeliza imunitare, më shumë oksigjen, më shumë lëndë ushqyese, në vijën e frontit shumë më shpejt. Sinjalet e alarmit bëjnë edhe që muret e enëve të gjakut të jenë pak të rrjedhshme. Hapjet e vogla lejojnë që plazma të përthithet në indet përreth. Ky lëng përmban më shumë qeliza imunitare dhe proteina të dobishme, por shkakton entjen dhe dhimbjen. Megjithse i pakëndshëm, kjo entje ndihmon të izolojë patogjenet, duke krijuar një zonë karantine. Një përgjigje tjetër e fuqishme që trupi yt mund të përdorë është ethet. Të njëjtat sinjale kimike mund të udhëtojnë te hipotalamusi, termostati i trupit, dhe i thonë trurit të rrisë temperaturën.
Kur një infekcion është shumë i fortë që sistemi imunitar i lindur ta mposht vet, është koha të thërasim ekspertët. Kjo është puna e sistemit imunitar adaptiv. Ndryshe nga sistemi i lindur, që sulmon çdo gjë të huaj, sistemi adaptiv është shumë specifik. Ai është ndërtuar për të njohur dhe sulmuar një armik të caktuar. Gjithashtu ka memorie. Ky sistem është më kompleks dhe merr më shumë kohë për t'u aktivizuar. Zakonisht disa ditë, por është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe i saktë. Është si të thërasësh një skuadër forcash speciale të trajnuara. Ushtarët kryesorë të sistemit adaptiv janë dy lloje shumë të veçanta të qelizave të bardha, qelizat T dhe qelizat B. Ka lloje të ndryshme të qelizave T, secila me një punë unike. Qelizat ndihmëse T janë si generalet e ushtrisë. Nuk luftojnë drejt për drejt kundër shtarët, koordinojnë përgjigjen adaptive. Marrin informacionin nga qelizat si makrofaget që u tregojnë copat e mikrobeve. Pasi aktivizohen, shumohen dhe lëshojnë sinjale për të mobilizuar qelizat B dhe qelizat T vrasëse. Pastaj janë qelizat T vrasëse. Emri i tyre tregon saktësisht çfarë bëjnë, gjejnë dhe shkatërrojnë qelizat e trupit tënd të kapura nga viruset që tregojnë flamuj armiku në sipërfaqe. Kur i identifikojnë, lidhen dhe shkatërrojnë qelizën e infektuar, e nevojshme për të ndaluar përhapjen nga brenda. Së fundi, kemi qelizat B. Kur një qelizë ndihmëse T aktivizon një qelizë B, ajo bëhet fabrikë armësh. Prodhojnë sasi të mëdha antitrupash, molekula në formë yp, të personalizuara si qelës në brave për një patogjen specifik. Çdo qelizë B bën vetëm një lloj antitrupi. E di është mjaft mahnitëse. Me sistemin adaptiv plotësisht të aktivizuar, valla e betejës fillon të kthehet. Një përmbytje antitrupa shumë specifike, që prodhohen nga qelizat B, tani qarkullon në të gjithë trupin. Këta antitrupa janë si bomba të zgjuara ose si etiketa që i shënojnë objektet. U shkojnë në larg e gjerë, duke kërkuar vetëm një objektiv të veçantë. Ata nuk shkatërrojnë mikrobet drejt për drejt, lidhen me sipërfaqen e baktereve ose viruseve. Ky proces i shënjimit, i quajtur opsonizim, është vendimtar. Për një virus, një antitrup mund të bllokojë pjesën që i duhet për t'u lidhur me qelizat, si të mbash një mbulesë mbi një qelës. Virusi mbetet jashtë, i paaftë të hyjë. Për bakteret, antitrupat i bëjnë të ngjiten bashk, i bëjnë më të mëdhenj, më të ngadaltë dhe shumë më të lehtë për t'u gjetur. Detyra më e rëndësishme e antitrupave është të veprojnë si shenja të ndritshme më hapër fagocitet. Kujto makrofaget dhe neutrofilet. Funci i yshëm vepron si një dorezë që ata e kapin lehtësisht. Kjo e bën fagocitozën jashtëzakonisht efikase. Gëllticit e mëdhenj bëjnë një festë të vërtet, duke pastruar pushtuesit e mbuluar me antitrupa me shpejtësi. Ky sulm i koordinuar shpejt zvogëllon numrin e patogjenëve. Ndërsa qelizat T vrasëse shkatërrojnë qelizat e infektuara dhe fagocitet pastrojnë mikrobet e shënuara, burimet e infeksionit po fshihen. Fabrikat që prodhonin viruset po mbyllen. Mikrobet e lira po mblidhen dhe shkatërrohen. Simptomat fillojnë të zduken. Etheja kallon, entja ullet dhe fillon të ndihesh më mirë. Kjo është faza përfundimtare vendimtare, ku forcat e kombinuara të sistemeve imunitare të lindura dhe adaptive mbizotërojnë dhe shkatërrojnë infeksionin plotësisht. Pra, po kështu fillon rikuperimi. Pasi pushtuesi i fundit është mposhtur, trupi yt fillon procesin e qetësimit dhe pastrimit. Lufta ka mbaruar. Numri i qelizave B, numri i qelizave T, shumica do të vdesin. Kjo e kthen sistemin imunitar në gjendjen e pushimit. Inflamacioni largohet, temperatura e trupit kthehet normale dhe indet e dëmtuara fillojnë të riparohen. Mund të ndihesh i lodhur për një kohë, krejt normale. Jo të gjithë ushtarët zduken. Një numër i vogël i qelizave të specializuara B dhe T do të mbeten, qeliza kujtese. Jetojnë gjatë dhe patrullojnë për vite, duke mbajtur një kujtim të përsosur të armikut. Nëse i njëjti patogjen kthehet, ato e njohin menjëherë dhe e fshin para se të shkaktojë simptoma. Kështu pse varicelen zakonisht e kallon vetëm një herë. Ky tipar i mrekullueshëm është parimi mbi të cilin funksionojnë vaksinat. Japin një copë të sigurt, duke ndërtuar qeliza kujtese pa u sëmurë. Pra, si mund ta ndihmosh sistemin tënd të mrekullueshëm imunitar? La duart shpesh me sapun dhe ujë, ha një dietë të balancuar me shumë fruta dhe perime. Të flesh mjaftueshëm. Së fundi, vaksinat e rekomanduara janë si material mësimor për armët më të rrezikshme. Duke marrë këto hapa, je partner i shkëlqyer i forcës tënde mbrojtëse. Po kujdesu.